Live from Tirana. Live from Tirana. Dhe ne kemi me ne Iliada Bacin, Miss Shqipëria 2020. Mirë se erdhe. Ti je simboli i bukurisë, je shumë e bukur. Edhe pse ndërkohë shumë e vogël, shumë e re, 17 apo? Po. Edhe pak do bëj 17, në 12 jena. Nuk je në maturë akoma. Provimi 2004, Skenta. Është 2004. Ti jeton po themi atë brezin e ri dhe standardet tuaja të bukurisë janë shumë ndryshe ndoshta nga të Ksenjes apo akoma më herët ato që kanë pasur unë në gjimnasht. Çfarë përfaqëson një vajzë e bukur për brezin tuaj, po themi kështu? Me sa diti? Realisht ka standarde të ndryshme, dihet. Shumë njerëz kanë pëlqimet e tyre dhe mendoj se bukuria është shumë subjektive për të vendosur një thik të prerë tek ajo. Domethënë nuk ka diçka që është një standard për të gjithë njerëzit, duke qenë se të gjithë njerëzit kanë preferencat e tyre. Por tani në ditët e sotme sigurisht që ka edhe këto gjëra sy të tërhequr, një vajzë që është me një lëkurë pak më të errët, përdor një make-up më të errët dhe jo ndryshe nga lëkura e tij. Konturet e theksuara. Sa kohë të merr në ditë për tu rregulluar edhe për të qenë e bukur? Realisht kur bëhem gati për një emision ose në një kompeticion, sigurisht më merr shumë kohë. Të paktën 2 ose 3 orë më merr për make-upin, flokët edhe. Në përditshmëri ndërkohë e natyrale, nuk bë make-up. Do të jem shumë e thjeshtë se realisht lodhem kaq shumë duke u bërë gati për na besoni që është e lodhshme. Është shumë e lodhshme. Edhe jo vetëm unë, por të gjitha femrat e kanë këtë, domethënë bërja gati edhe sigurisht është merr një pjesë madhe të kohës edhe është diçka që është e vështirë. Ke marrë pjesë në një sër kompeticione bukurie. Sa e vështirë është që ti të konkurosh me goca të tjera që e ke atë frikën që dhe ato janë shumë të bukura, por ti sfidon veten në një lloj forme? Sigurisht që e sfidoj veten, mundoj të bëj maksimumin tim, por një gjë që jam e lumtur që e kam është që nuk e shoh shumë kompetitive diçka, domethënë mundoj të kënaqem edhe ta bëj si një eksperiencë time, nuk jam gjithmonë me atë që duhet të sfidoj sa më shumë, dua të fitoj, e kupton? Sigurisht që do bëj maksimumin se nuk dua që të ngelem peng që nuk e dash më të mirën time. Por duke parë edhe se ka shumë vajza të tjera të bukura dhe nuk dua që të kem atë luftën, e kupton, për të fituar. Por dua që të appreciate, që ta vlerësoj të tjerët. Po, ta vlerësoj bukurinë e tyre. Dhe duke marrë pjesë në për këto kompeticione, pra që nga fitoria e Miss Shqipërisë, besoj që jeta jote në një farë mënyrë ndryshoi krejtësisht. Edhe sa i takon aspektit të kujdesit për veten, të është dashur sikurse të japësh më të mirën, po cila ka qenë ajo sakrifica, po themi, në thonjza më e madhe që të është dashur të bësh për të dukur sa më mirë në këto kompeticione që kanë qenë Ekoti në Egjipt edhe Miss Globe. Atëherë vështirësitë janë nga më të ndryshmet. Unë që nga kompeticioni i parë që është Miss Shqipëria deri tani, akoma nuk më janë shëruar këmbët. Nga ecja me taka. Nga ecja me taka. Gjithashtu edhe oraret e kufizuara të gjumit në Miss Shqipëria mbaj mend që ktheheshim nga puna në orën 2 të mëngjesit dhe çoheshim në orën 4 të mëngjesit. Ishte 2 orë ose maksimumi 3 orë gjumë që furnizoheshim dhe pastaj duhet vazhdonim ditën, sepse dhe agenda ishte shumë e ngjeshur. Dhe realisht këto janë dhimbjet fizike të bukurisë. Kur njerëzit më bëjnë pyetjen atë dhëm bukuria, më duket një pyetje retorike sepse mendoj se të gjithë duhet ta kuptojnë sa dhëm. Po dhëm jashtëzakonisht shumë. Po kur fiton, pastaj çdo gjë, çdo sakrificë ja vlen apo jo. Por për te bukurisë, pa çka se vazhdojnë të zhvillohen kompeticionet e bukurisë, është një traditë kjo, po themi. Vajzat gjithmonë më tepër po marrin dhe po i vën theksin pjesës së inteligjencës, së përgatitjes, sepse barazia gjinore do të thotë gjithashtu më shumë impenjim për të mësuar, për të punuar, për të bërë njësoj të gjithë, sepse kemi të drejtë, sepse jemi njerëz. Ti ku synon ta shikosh veten? Modelingu është një gjë që në të vërtetë në fillim nuk është se e kisha me dëshirë më të madhe, nuk isha personi modelingut ose person që merret me pamjen fizike të saj. Duke qenë se merresha më shumë me studimet, por gjatë rrugës realisht u dashurova me këtë botë. Është një botë e dhimbshme, është një botë e lodhshme, por është një botë shumë e bukur. Atë kanë paragjykuar ndonjëherë pse je e bukur? Shumë. Vërtet. Jashtëzakonisht. Si e ke ndjerë këtë?
pas misit, sigurisht atëherë ishin paragjykimet më të shumta, komente nga më të ndryshme, të cilat të ndikojnë shumë psikologjikisht edhe pse nuk do t'i lejosh të ndikojnë. Por me kalimin e kohës, si mund të paragjykojnë se je bukur për pjesën e inteligjencës, e shikojnë bukurinë si një përjashtuese, po themi të zyrtarisht? Paragjykimi mendoj se nuk ka një arsye ose një thelb të caktuar, paragjykimi vjen më shumë nga xhelozia e njerëzve. Gjejnë gjithmonë një pretekst për të paragjykuar mbi diçka ose të ka ardhur ndonjë koment ofendues pas fitores Miss Shqipëria, përveç se atyre lavdëruese sigurisht. Madje mund të them se ofendueset mund të ishin më të shumta në fillim, ose mbase ato vjare më shumë. E kupton, njeriu vëre ato më të këqijat, por me kalimin e kohës kuptova që nuk ja vlen të investohesh në atë botë, do të thënë nuk ja vlen të investohesh në paragjykimet e tjera. Personat publik mësohen me të tilla gjëra, detyrohen, nuk është mirë, nuk është e shëndetshme. Edhe ti themi botës që bukuria nuk është mallkim. Sigurisht, edhe nuk është gjithçka, kështu që le të shikojmë pak përtej. Sfundit i the që po na tregoje pas që ti ke dëshirë dhe mendon që mund të bësh kirurgje estetike, vetë të kanë kërkuar të bësh operacione apo ke menduar të bësh operacione? Për të kërkuar të bëj operacione, kam dëgjuar vajza të tjera që janë kërkuar të bëjnë operacione për të ndryshuar pamjen e tyre në mënyrë që të futen atë standard të bukurisë, por mua personalisht nuk më kanë kërkuar dhe nuk mendoj se do e bëj. Base do ndryshoj mendjen, nuk e di, por dua të mos e la të presionin e njerëzve që të ndikoj në vendime që dua të bëj për trupin tim ose pamjen time. E rëndësishme është të ndihesh ti mirë me veten dhe të gjithë të tjerët ta duan veten, se ky është qëllimi i gjithçkaje në fund të së gjithës. Mos kemi zilira se ato na bëjnë të palumtur. Dhe të urojmë shumë suksese. Faleminderit që ishe me ne, Iliada. Iliada. Live from Tirana.